shkaku i kësaj feste, i kësaj mirësie të jashtëzakonshme, në këtij shpërblimi të madh që marrin njerëzit tek Allahu xhelle xhelaluhu është pikërisht shkaku i 3 njerëzve. Një i dashur i Zotit Halilur Rahman, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i dërguar i Zotit, i dashur i Allahut, por me cilësi të jashtëzakonshme, edhe një nanë, një grup, e cila quhej Haxhire. Edhe kjo jashtëzakonshme, apo shtu duhet të jenë babat apo nanat, sikur Haxhiria dhe Ibrahimi alayhis salam. Kemi të bëjmë dhe me një djalë të ri, që me të vërtetë Zoti e ka beku. Edhe ai djalë ishte në moshën e shumicës prej juve që jeni këtu sot. I ri, 12-13 vjeç, 14 vjeç. Edhe ai ishte caktu prej të mondhet Zot që shkon të kurban për hir të Allahut, të sakrifikohej për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. U vëllezër të dashur e ju nona dhe motra, ky model i njerëzve ne na vëhitet shumë sot. Sakrificë jo si e Ismailit alayhis salam, sakrificë për djemtë tanë jo si Ibrahimi alayhis salam, për diçka më të lehtë. Vallahi, Allahu xhelle xhelaluhu urdhon e thot për ne: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni të zgjedhurit e njerëzve, më të mirët e njerëzve. Keni ardhur për të mirën e njerëzve. Dhe kjo mirësi, kjo begati që Allahu të lavdron në Kur'anin e Madhrueshëm, të nderon në Kur'anin e Madhrueshëm, të gjithë brezat, të gjithë ato që besojnë, a bën me lënë anash? A duhet që secili prej nesh ta përmirësoj veten? E vetja si përmirësohet, ashtu si kur na mësoi Allahu xhelle xhelaluhu. U thot: kad aflahal mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët dhe besimtarët. Çfarë janë ky grup njerëzish? Çfarë punojnë ky grup njerëzish që Allahu xhelle xhelaluhu i ka shpëtuar? Edhe thot prapë në Kur'anin e Madhrueshëm: was-sadikine was-sadikati. Burrat sinqert dhe nona apo gratë sinqerta. A na duhen sot neve? A na duhen fëmijët sinqert sikur ishte Ismaili alayhis salam? A na duhen fëmijë që të respektojnë babain e tyre, nanën e tyre? A nuk po rrezikohet sot familja jonë pikërisht pse nuk i përmbahen këtyre sendeve? Kur thot was-sadikine, burri sinqert me veten e tij, me familjen e tij, me shokët e tij, me miqtë e tij, në punë, ku shkon, është punëtor apo është punëdhënës, ku do që jetojë nëpër botë, njeri sinqert. Allahu